Territori shqiptar për datën 20 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga mot i kthjellët në pothuajse të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell vranësira të pakta kryesisht në jug të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulëta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë diell në shumicën e vendit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 20 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 20 dhjetor do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 5 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 15 gradë Celsius. Berat 9 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 3 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 10 deri në 16 gradë Celsius.